reformë e cila të shkojë ka jo vetëm efikasitetin e punës, por gjitha të shkojë ka të drejtave të punonjësve që ka dhe kodi punës në fund të ditës. Në fakt, Arsita, në këtë raport përmendet edhe fakti se ankesat e nënpunësve kanë shkuar deri te kryeministri, por sipas dëshmive të raportit, sigurisht ato janë kthyer mbrapsht tek ministrat përkatës, duke sjellë teksohet një hakmarrje dhe presion edhe më të madh. Sa reale është këtë? Unë di që kryeministri ka një ndjeshmëri shumë të lartë sa i takon punonjësve të administratës publike dhe më së shumti sa i takon grupit që mban barrën më të lartë punës. Dhe unë kam një bindje të bazuar në eksperiencë që kryeministri Rama ka bërë, po themi, gjën më të mirë dhe më të duhur të mundshme për të adresuar këtë në nivelet qoftë ministrore apo në nivelet e tjera të larta drejtuese, dhe këtë e them me bindje dhe përgjegjësi të plot publike, duke e ditur qasjen e tij. Pastaj, se sa është përgjegjësia e çdo ministri, e çdo titullarit lartë për të adresuar problematikat e po themi sektorëve të cilët mbajnë përgjegjësinë e punës, por janë edhe ato grupet më të marginalizuara. Pastaj ngelet në qasjen e punës së çdo ministri. Unë këtë nuk di të ta them se sa ministri apo ministria në fjalë ka adresuar apo jo, po themi, delegimin që është bërë nga ana e kryeministrit për ta zgjidhur çështjen, por ajo që them me bindje është që është 1000% e sigurt që kryeministri Rama e ka adresuar problematikën tek hallkat e më poshtme. Pastaj duhet të themi që duhet të marrim në konsiderat ndonjëherë edhe papërgjegjshmërinë e punonjësve vetë. Sepse punonjësit ndonjëherë kanë shumë pretendime, nga ana tjetër nuk janë ndoshta në lartësinë e duhur për të bërë ato që i takon të bëjnë. Nga ana tjetër mund të flasim ndoshta edhe papërgjegjshmëri apo vështirësi për të administruar të gjithë problematikat që dalin brenda një institucioni, do të thotë shumë voluminoze puna brenda një ministrie dhe që një ministër merret tek me po themi problematika që dalin të çdo punonjësi, patjetër prandaj janë hallkat më poshtë për ta zgjidhur këtë dhe për të mos çuar çdo problematik në nivel ministror. Por ne si shqiptarë kemi edhe një çik në kulturë që duam që zgjidhjet i marrim gjithmonë nga ai që është më i lartë në hierarki. Por ai që është më i lartë në hierarki nuk mund të merret me gjëra të vogla. Dhe është si fjala e të madhit Andreoti që tha nuk kam vese të vogla dhe praktikisht të mos paturit vese të vogla do të thotë që njerëzit e mëdhenj nuk merren me gjëra të vogla. Që të jemi pak racional kur e analizojmë këtë, nuk e kemi të faktuar. Unë thash edhe raporti ishte kjo që unë cilësova, pra ishte bazuar në metodologjinë e Surveyt, nuk ishte as dispozita ligjore të drejtë për drejtë as siç është aki komunitar, as nuk të impononte ty ndonjë rekomandim të drejtë për drejtë, por ishte një survey që duhet parë. Pastaj nga ana tjetër, sa i takon këtyre deklaratave që dalin në media apo çfarë thuhet, unë nuk e marr edhe 100% mirëqen me thënë të drejtë. Do ta kemi edhe një çik të faktuar rastin, apo mbase kishte një denoncim, kishte diçka më faktike që ne ta diskutojmë më gjëre gjatë. E qartë, mirë, Arsita, për të kaluar pak tek debati i kryeministrit Rama me gjyqtarët, të cilët kanë kërkuar një rritje të pagave të tyre, ndjekim pak insertin dhe rikthehemi. Besoj që të gjithë dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e udhëheq unë së bashku me gjithë shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtë i dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike
dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Mirë, Arsita, si e sheh të gjithë të konflikt? A jemi përballë tashmë një konflikti normal institucional apo është më tej një përplasje e hapur pushtetesh pra mes qeverisë dhe sistemit të drejtësisë? Po ka një përplasje pushtetesh, kjo është e dukshme, kjo ka qenë që me reformën në drejtësi, me vettingun, me këtë krahun e lirë që do të marri drejtësia, me rolin e SPAK-ut dhe të GJKO-s, dhe me mënyrën se si po procedon në një farë mënyrë strategjia e drejtësisë së re. Por ajo kjo përplasje pra mes dy pushteteve dhe ka një dispozit tjetër, pra po flasim për baza ligjore dhe është një diskutim i mbështetur mbi ligj, ku gjyqtarët luftojnë për parimin, që do thotë që me ligjin e miratuar në vitin 2022 dhe fillimisht ka qenë një ligj paraprakik 2016-s, pastaj me reformën e në drejtësi të 2018-2019 u bën ndryshime duke rritur pagën e gjyqtarëve, pastaj në 2022 ka patur prapë një ndryshim ligjor i cili pagën e gjyqtarit nuk e vendos më të rritjen e pagës gjyqtarit nuk e vendos më me rritjen e pagës më të lartë të administratën publike, por në varësi të rritjes së pagës së presidentit të Republikës, ku paga e gjyqtarit nuk duhet të jetë më e lartë se sa 36% e pagës së presidentit të Republikës. Por, duke qenë se ka patur dhe rritja e pagës presidentit të Republikës është më relative se sa ndryshimet e pagave të tjera, që mund të konsiderojmë këtu pagën e njësisë më të lartë të administratës publike, të sistemit bankar, për Bankës së Shqipërisë, apo edhe të instancave të tjera, atëherë çfarë ka ndodhur me pagat e gjyqtarëve? Ata nuk janë rritur në mënyrë proporcionale me pagat e tjera që janë rritur në administratë publike. Dhe duke qenë se nuk ka patur një rritje proporcionale, duke qenë se ligji përkatësisht citon që duhet që paga e gjyqtarit të rritet proporcionalisht me rritjet e tjera në administratën publike dhe dispozita pra që paga e gjyqtarit do rritet në bazë të pagës së presidentit, ka çuar në një pretendim ligjor dhe një padi që këta kanë çuar në gjykatën kushtetuese dhe ju kanë drejtuar gjykatës kushtetuese për të përcaktuar pagën e tyre. Dhe sipas kësaj predispozite, gjykata kushtetuese ka tash autonominë pra për të vendosur mbi pagën e gjyqtarëve. Përplasja këtu është me sistemin e pagave dhe mënyrën se sistemi i pagave dhe në përgjithësi pagat vendosen nga qeveria dhe vendosen nga parlamenti. Dhe duke qenë se kjo bie në kundërshti me mënyrën se si funksionon sistemi i pagave dhe indeksimi i pagave në Republikën e Shqipërisë, kryeministri i vendit dhe qeveria kanë dalë në një deklaratë ku dalin po themi gati në kundërshti të plot me pretendimin që gjykata kushtetuese të ketë autoritetin për të vendosur pagat e gjyqtarëve, gjë që do t'i sillte buxhetit shtetit